Në një fshat të bukur, larg, në veri të vendit ton, midis shumë fëmijëve të tjerë, banojnë edhe dy fëmijë të vegjël që quhen Mira dhe Loli. Ata janë vëlla e motër. Në të vërtetë, emrat e plot të tyre janë Mirjeta dhe Sokol. Mirë po, fëmijët e fshatit kështu i therasin, Mira dhe Loli, shkurt. Çdo mëngjes, ata zbresin nga udhëza e shtëpisë së tyre dhe marrin rrugën poshtë në lëndinën e fshatit ku është ngritur shkolla e re. Babai i Mirës dhe i Lolit është rojtar pylli. Çdo mëngjes ai mbath çizmet e mëdha, vesh xhaketën prej lëkure, hedh çifte në krah dhe me zagarin përpara niset për në pyll. Babai i voglushve do shumë pyllin. Ai kujdeset për ditë që drurët e tij të rriten të shëndetshëm dhe të fortë. Ai e do pyllin në të gjitha stinët e vitit. Në pranverën e bukur, kur pylli të kënaq syt me gjelbrimin e tij. Në verë, kur të shlodh me freskun e tij. Në dimër, kur ai bën sikur flen në çarçafin e dëborës, por sidomos në vjeshtën e artë, kur gjethet një nga një si flutura të mëdha e të verdha, këputen nga degët duke formuar mbi tokën amtare një dyshek të trash dhe të butë. Gjëra të bukura u tregon babai fëmijëve për pyllin edhe banorët e tij. Loli e ka vendosur, kur të rritet, do të marrë dhe ai çifte e zagar e do bëhet rojtar pylli si i ati. Po sonte, pse u vonua babai? Mos e ka zënë atë kaprollin e bukur që e sheh për ditë në pyll?
Ej, Mira, leri detyrat dhe hajde të bisedojmë bashkë. Do na i sjell babai kaprollin që na ka premtuar apo jo? Por Mirës, kur shkruan, s'duhet i flasësh fare, se ajo me njerë zëmbërohet dhe lajmëron maman. O, më mirë po bëj një aeroplan. Do ta nis për në pyll, të shoh se ç'bën babai im. Mirë po, ky aeroplani pa dashur ndroi drejtim dhe u përplas te koka e Mirës bukuroshe, kurse kjo fap pa pikë dashurie e hodhi në tokë. Ah, kush e di çfarë bën babi në pyll tani? Sikur ta ketë kapur atë kaprollin e bukur, do ta përqafoj fort. Mirë, moj Mira, mirë. Shkruaj ti detyrat nga dalë si kur bën buku shkrim. Babin do të dam në dritare ta prez vetë. Dhe ja, erdhi me kaprollin e vogël në duar. Asaj mirë je ti, babi jon. Na e solle kaprollin, edhe ne do ta duam fort, do ta përkëdhelim e do ta ushqejmë. Por aman o babi, na trego si e kape. Të lutem, na e trego. Babai s'u aprish qefin fëmijëve. Ai nis dhe tregon, dhe sa bukur tregon babai tyre. Kur flet ai, duket si kur flet vetë pylli, të duket si kur dëgjon cicërimat e zogjve, gurgullimën e ujrave në pranver, kërcitjen e boçeve të pishës, zhurmën e lehtë që bëjnë gjethet në vjesht kur këputen nga degët e bie në tokë. E kish gjetur kaprollin në mes të pyllit, afër një kaçubeje. Në fillim kish kujtuar se mos ishte ndonjë lepurush, edhe i shmatur ta qëllonte. Pastaj, kur kish parë se që kaprolli vogël që e shihte çdo ditë në pyll, i ish afruar nga dalë. Dhe hop, e kish kapur për veshësh dhe e kish marrë me vehte në shtëpi.
kush e di sa e ka marrë uria kaprollin e vogël. Mira dhe Loli shkuan shpejt në kuzhinë për t'i sjellë darkën mikut të tyre të ri. Loli i solli një dorë jonç të gjelbër, kurse Mira një tas plot me qumësh të ngrohtë. Kaprolli ishte i urtë. Ai si bëri naze ushqimit siç bëjnë disa fëmijë, por hapi gojën e vogël dhe thot e thot filloi të hajë jonxhën e freskët. Pastaj, mbasi piu dhe një çik qumësht, kërkoi të flinte. Mira dhe Loli i shtruan kaprollit të flinte në dhomën e tyre afër sobës, në mënyrë që kaprolli i vogël të mos mbërdhinte. Bile Mira i hodhi dhe batanijet e saja, ndërsa vetë u mbulua me një qelim të vjetër via via. Sa shpejt ju duk Mirës dhe Lolit se erdhi mëngjezi. Ata duhet të ndaheshin për disa orë nga kaprolli i tyre se do të shkonin në shkollë, por prap se prap mendjen tek ai e kishin. Mos ishte zgjuar kaprolli? Ndoshta do i kërkonte. Në klas, mësusja filloi të shpjegonte fëmijëve mësimin e ri. Por Loli se kishte mendjen fare tek fjalët e saj. I tregonte Gimit, shokut të bangës, historinë e kaprollit, mbile filloi edhe t'ia vizatonte. Në fillim i bëri trupin, pastaj këmbkat e holla e të drejta, kokën e bukur. Pastaj desh të bënte edhe dy brinjët e vegjël, pothuaj të padukshëm të kaprollit. Kur papritur, mësusja i mori fletorën dhe u tregoi e zemëruar nxënësve se ç'bënte Loli kur ajo shpjegonte mësimin e ri. Pastaj e ngriti dhe e pyeti se ç'mësim u shpjegoi ajo sot. Loli u zu ngushtë. Po si ti përgjigjej mësuesës? Ai s'kishte dëgjuar asnjë fjalë. Mendjen e kishte patur gjatë gjithë orës së mësimit tek kaprolli që i solli babi nga pylli. Kur mbaroi mësimi, shokët dhe shoqet që e morën vesh nga Gimi historinë e kaprollit, filluan ta pyesin me hollësi edhe Mirën, edhe Lolin, se si e kishte kapur babai i tyre kaprollin. Por Albani bëri një pyetje që i vurin mendim të gjithë fëmijët. Ç'do ta bënin ata kaprollin? E çojmë në kopshtin zoologjik të Tiranës.
Ja japim si dhurat nga fëmijët e fshatit ton, fëmijëve të qytetit. Si thua ti, Loli? Tha njëri. Loli pranoi me njëherë. Edhe Mira e vogël nuk kundërshtoi. Aty për aty vendosën t'i shkruanin një letër xhaxhit të kopshtit zoologjik. Loli hapi çantën dhe nxori një fletë të bardhë. Një shok i mbajti shishen e bojës dhe ai nisi të shkruaj. I dashur xhaxhi i kopshtit zoologjik. Baba jon, që është Rojtar Pylli, dhe mbasi përshkroi gjatë e gjerë historinë e kapjes së kaprollit dhe dëshirën për t'i adhuruar këtë kaproll kopshtit zoologjik, vrapoi në postën e fshatit për ta postuar me Mirën. Teta postjerja i buzëqeshi Lolit dhe shpejt dha pullën që i duhej. Pastaj Loli mbasi shkroi bukur adresën, e hodhi në kutinë e kuqe, ku letra e tyre u bashkua me shumë letra të tjera që prisnin të shpërndaheshin nëpër qytetet dhe fshatrat e atdheut. Kaluan ditë dhe xhaxhi i kopshtit zoologjik erdhi vetë ta merrte kaprollin. Po, a e dini të dashur fëmijë? Mirës ju mbushën syt me lot, ndërsa Lolit ju var pakës koka. U erdhi keq për mikun e tyre. Sa i mirë ishte xhaxhi i kopshtit zoologjik. I mori edhe ata me vete që ta shoqëronin kaprollin deri në kopshtin zoologjik. Atë ditë, kafshët dhe shpendët e kopshtit zoologjik ishin ngritur herët dhe secili po merrej me çka i pëlqente më shumë. Ariu i vogël prat,
kacavirej në përtelat e kafazit duke I bërë për të qeshur fëmijët që kishin ardhur për ta parë. Bufi kishte hapur sytë e bënte sikur shikonte, po ju e dini se ai ditën mezi shikon. Zhgaba si gjithmonë qëndronte krenare në kafazin e vet, por ishte pak e trishtuar. I kujtohej vendlindjes saj, atje, në malet e thepisura. Majmuni Liza hante me oreks të madh mëngjesin e shijshëm që I kish përgatitur kujdestarja. Mbasi udhëtoi orë të tëra, mikrobusi I vogël që mbarte me vete edhe 2 fëmijët e vegjël nga fshati, ndaloi përpara shtëpisë së kaprojnëve. Kishte drejt Xhaxhi I kopshtit zoologjik kur thoshte se kaprolli I tyre s'do t'ishte vetëm. Në shtëpinë e kaprollave që ishte një vath rrethuar me gardh dhe një kastolle e vogël ku ata flinin, në dimër kishte edhe shumë kaproj të tjerë. Po
a do ta pranonin ata kaprovin e ri? E pranuan. Ata u bën me njerë shok dhe filluan të luajnë me njëri tjetrin, sikur të kishin kohë që njieshin. Por xhaxhi i kopshtit zoologjik e ftoi fëmijët të shihnin edhe një shtëpizë tjetër ku rriteshin me qindra zoq. Shtëpia e zogjve ishte një ndërtesë e gjatë një kafshë, e lyer me të bardhë brenda dhe jashtë. Në dhomët e saj, nëpër kafaz të madhësive të ndryshme, ciceronin zoq që Loli me Mirën si kishin par asnjëherë në pyllin e fshatit të tyre. Po kujt i ngjanin këta zoq me sqep të thyer e me bisht të gjallë? Xhaxhi, që kujdesej për zoq, u shpjegon se këta ishin papagaj, por të vegjël. Në trupin e tyre Mira dhe Loli numëruan shumë ngjyra, të verdh, të gjelbër, bojqielli, blu, vjollc, bile Xhaxhi u tregoi edhe një kafas ku disa zoçka papagajsh sapo kishin dalë nga veza. Të bukura ishin edhe kanarinat. Ato jo vetëm që të kënaqin me ngjyrat e shumëllojshme, por edhe me këngën e tyre të gëzuar dhe sa të rregullta që ishin. Me të parë teta kujdestaren që u solli ushqimin dhe ujin, ato lanë këngët e lodrat e tyre dhe një nga një zbritën të hanin ushqimin e të pinin ujin e freskët. Ato e respektonin shumë orarin. Të gjitha kanarinat ishin të bukura. Mira e Loli së ngopeshin dot duke i parë, mirë po në një dhomë ku ishin disa kafaz të vegjël, një kanarinë cicërinte si të tjerat. Kokën e kishte varur dhe puplat ishin shpupurisur. Mos ishte sëmur? Po, tha Xhaxhi i kopshtit zoologjik. Kanarina e vogël ishte ftorë një çik, ndaj nuk këndon. Po unë do ta shëroj me këtë ilaçin këtu. Por Mira dhe Loli u çuditën shumë kur mësuan se në shtëpinë e tyre zojt mësonin dhe të këndonin. Xhaxhi u shpjegoi se si u mësoi kënga zogjve të rinj. Zoçkave u jepej në një aparat që quhej magnetofon kënga e incizuar. Zoçkat e dëgjonin dhe këndonin edhe ato. Kur dolën nga shtëpia e zogjve, Mirës dhe Lolit i tërhoqën vëmendjen disa shpend që u ngjanin rosave. Ato ishin të bardha dhe qëndronin në breg të një liqeni të vogël.
Janë mjelma, u kujtuan voglushët. Për to kish folur mësusja në shkollë, por sa të bukura ishin. Mira dhe Loli qëndruan gjatë duke i parë si notonin e si qëndronin mi ujë me atë qafën e gjatë dhe të bukur. Mira e vogël tha se ato ishin shpendet më të bukura që kish parë. Po xhaxhi i kopshtit zoologjik u tregoi fëmijëve edhe disa shpend të tjerë shumë të bukur. Pallojnt ose pavodat. E bukur është qafa e mjelmës bardhoshe, por ama edhe bishti i pallojt nuk është më pak i bukur. Pallojnt, mjelmat, arrinjt, majmuni e të gjithë banorët e tjerë të kopshtit zoologjik kanë çdo ditë vizitor. Sot, në kopshtin zoologjik ka ardhur edhe një grup nxënësish me mësuesen e tyre. Të shohim se çdo t'u thot mësuesja atyre. Pra, këtu në kopshtin zoologjik të dashur fëmijë, pam disa nga kafshët e egra që banojnë në pyjet tona, për të cilat kemi folur në mësimin e diturisë natyrës. Tashti kush do të përgjigjet të më thot disa nga karakteristikat kryesore të këtyre kafshëve, si jetojnë, si ushqehen, cilat janë të dobishme dhe cilat jo, kush do të përgjigjet? Shumë mirë, të gjithë janë të përgatitur. Përgjigju ti, Albana? Unë mësuese këtu në kopshtin zoologjik pash çakallin. Çakalli është kafshë grabiqare. Ai ushqehet me kafshë, shpendë dhe lepuj. Lëkura e tij nuk është e vlerëshme. Ai është i shpejtë. Qenin dhe njeriu e ka shumë frikë. Ashtu. Mirë, Albana, mirë. Shumë mirë. Po tjetër, kush më thot tjetër? Çfarë pam tjetër? Kush? Lida? Ne pam kunadhen. Kunadhja është një kafshë mishëngrane, se ajo është qiet me mishin e çdo lloj kafshë e shpendi, por më tepër asaj të pëlqejnë shpendët shtëpiak si pulat, gjilat, rosat. Shumë mirë, ka ndonjë vlerë kjo kafshë? Kjo ka me lëkurën e saj ne bëjmë gëzofe. Pastaj ne pam qelbësat që ushqejnë me lepuj e shpend. Shumë mirë, Adi. Vazhdo ti, Lida. Pam dhe ketri që nuk është kafshë grabiqare. Po ku banon, a e di ti
Lida, ku banon Ketri? Po mësuese, Ketri banon në Pyje me Pisha dhe me A. Është shumë i shpejtë dhe i shkathët. Ai ushqehet me lëndë lisi, llastare, gështenja, fruta, dhe me vezë shpendësh. Lëkura e tyre e ka shumë vlerë. Mirë. Entela, do thuash si që? Thuaj ti. Po, mësuese, këtu pam dhe arin. Pash mësuese, 2 arin të mëdhenj dhe ariun e vogël. Arin të janë kafshë të egër. Ato mund të zbuten si Arusha Mira e cirkut. Ai ushqehet me lëndë lisi, moll, fruta të tjera të egra, breshka, gjarprinj. Po këtu në kopshtin zoologjik me se ushqehet e diti? Me bukë, me karota, marmalat, salat dhe mish. Në ditë ai ha 2 deri në 4 kilogram bukë e fruta. Shumë mirë, Entela, shumë mirë. Mësuese, ne pam edhe ujqrit Grabiqar, skaqe. Dhe dinakë, dhe pam edhe majmunin Liza. Ua Minerva, pse këtu banon majmuni Liza? Jo, majmuni Liza nuk banon këtu, Nina, se ne dim që majmuni rritet në vendet e ngrohta. Po nga ke ardhur ti, me ke ardhur këtu? Unë kam ardhur me Mirën, me babin dhe me Mirën, motën time të vogël, se kam sjellur një kaproll. Kaproll? Po. Shumë mirë, këtu në kopshtin zoologjik e sjell kaprollin? Po. A të shkojmë gjithë fëmijët ta shikojmë kaprollin? Ndërsa Loli po u tregonte nxënësve nga qyteti kaprollin e vogël, Mira me xhaxhin e kopshtit zoologjik shumë të shqetësuar po kërkonin Loli. Çu baj? Si u largua pa na marr leje? Ja ku qënka. Ah, Loli, thoshte me vehte Mira. Por Lolit si rrihet kur në një vend. Një xhaxhi me aparatin fotografik e të roqi me mendjen. Vrapoj tek ai dhe ju lut ta nxirrten fotografi së bashku me Mirën dhe kaprollin. Xhaxhi fotografisti pranoi, edhe kështu miqtë të tanë të telefilmit dolën edhe në fotografi, të cilën e morën me vete si kujtim në fshatin e bukur malor.